Lidhja e tij me besimin islam ka nisur që në fëmijëri për t'u konsoliduar në mbi 30 vite. Meçan Deçka kujton se gjithçka ndodhi brenda një nate e cila s'do të donte të mbaronte kurrë, e që atëherë ai është kthyer në një besimtar i devotshëm i fesë islame. Lidhja ime me islamin ka filluar që 10 vjeç dhe sebeb për këtë është bërë një kushëriri im, një bashkëmoshatari im, i cili erdhi nga qyteti dhe më foli për të dhe që prej atëherë domethënë kam filluar domethënë edhe praktikoj fenë islame. Kur kujtoj sot atë natën e parë, sinqerisht nuk dua që ta harroj kurrë dhe sikur të kem një përjetim të tillë nuk do duaj që të mbaroj kurrë ajo natë. Sepse është një përjetim që Zoti si duket atë moment ti hap dyert edhe ti domethënë njihesh me atë që quhet fe hyjnore. Jemi në muajin e Ramazanit. Ç'do të thotë për një besimtar musliman ky muaj? Muaji i Ramazanit është muaji i sakrificës. Është muaji ku i ngopuri beson atë që është i uruar. Është muaji ku i pasuri duhet të ndjej atë që është i varfër. Është muaj ku ne të gjithë nuk bëhet dallim a jemi të pasur dhe a jemi të varfër, por të gjithë agjerojmë dhe qëllimi i agjerimit është që agjerojmë vetëm për Zotin e madhëruar. Është një prej sakrificave që Zoti e ka bërë për të gjithë popujt, domethënë që prej lindjes së Ademit edhe deri më sot. Është muaj që duhet që njeriu të ndjej vërtet se çdo të thotë të jesh i uritur, të ndjej vërtet se çdo të thotë të mos kesh mundësi, domethënë të kesh bukë në tryezën tënde, të ndjej vërtet se çdo të thotë të jesh i pamundur. Prej sa vitesh i respekton, të themi, rregullat e këtij muaji? Kam rreth 30 vjet, domethënë që agjeroj rregullisht muajin e bekuar të Ramazanit. Si kanë qenë ato fillimet? Fillimet kryesisht kanë qenë, mund të themi, dhe të vështira, por edhe shumë të bukura, e kupton, sepse fillimi në Islam është një fillim që njeriu ka një dëshirë të madhe, ka një etje, domethënë, dhe kanë qenë fillime shumë të bukura. Ka pasur dhe shumë prej rasteve që kur dilnim, luanim me shoqërinë e kështu dhe nga harresa konsumonim diçka ose pinim ujë, por se kjo domethënë absolutisht nuk ta prish agjerimin dhe kjo ka qenë prej ndihmës Zotit e quajmë neve që kush ha dhe pi nga harresa, atëherë domethënë agjerimi i tij është i saktë dhe nuk prishet. Gjatë këtij muaji të madhërisëm konsumohen vetëm 2 vakte, ku i dyti që është iftari shtrohet edhe i organizuar jashtë familjes. Zakonisht neve ngrihemi diku rreth orës 4:20 dhe në ngritjen tonë bëhet fjalë që ngrihet gjithë familja, duke filluar në bashkëshortja, fëmijët, nëna, ngrihemi të gjithë dhe konsumojmë syfyrin të gjithë së bashku. Është një ngritje që ngrihemi në 4:20, përgatitet ai ushqimi dhe mund ta konsumojmë atë ushqim deri në orën 5:20. Ngrihemi të gjithë së bashku, konsumojmë ushqime të lehta kryesisht, sepse domethënë është pak herët, por që kanë kalori dhe kjo na bën që neve gjatë ditës të mos e ndjejmë vështirësinë e agjerimit. Kurse për sa i përket iftari përsëri na mbledh familjarisht, domethënë sërish me nënën, me fëmijët, me bashkëshorten, jemi të gjithë së bashku, kryesisht tani çelet rreth orës 5:40 minuta dhe jemi të gjithë së bashku, domethënë që na mbledh aty, por në për iftare të tjera bëhen edhe domethënë iftare të organizuara, të cilët janë iftare që janë iftare me burrat dhe gratë, domethënë veç gratë dhe veç burrat, po që organizohen kryesisht nga vetë xhamati, nga vetë çunat, por ka dhe organizime prej miftinisë, domethënë të Gjirokastrës dhe prej domethënë shoqatave të posaçme që bëjnë iftare domethënë në këtë muaj të Ramazanit. Agjërimi është një nga pikat. Me çfarë aktivitetesh të tjera shoqërohet ky muaj? Muaji i Ramazanit, ndryshe quhet edhe muaji i Kuranit, është muaji në të cilën ka zbritur Kurani. Dhe në këtë muaj, përveç se muslimani duhet të agjerojë dhe të ndalohet nga ngrënia, nga pirja, ky muaj nuk është se të ndalon vetëm nga ushqimi, po ky muaj është që të ndalon ty nga thashethemet, ky muaj është që të ndalon ty nga zënkat, ky muaj është që të ndalon ty
do me thënë nga sharjet, nga ofendimet e të gjitha me radhë. Është një prej muajve që, si që thash, ka zbritu Kurani dhe muslimani e ka për detyrë që të lexoj minimumi se s'bën një herë Kuranin gjatë këtij muaji. Do me thënë ta filloj dhe ta mbaroj atë. Dhe kjo është, do me thënë, minimumi gjëja më e duhur që duhet bëj muslimani. Por nëse ai nuk ka mundësi, patjetër do me thënë që Zoti do me thënë e shikon mundësinë e tij dhe e fal. 42 vjeçari ndan edhe mesazhin e tij për gjithë agjëruesit, qofshin apo jo musliman. Unë do t'i uroja nga zemra të gjithë besimtarët musliman, por dhe ata jo musliman që agjerojnë në Ramazanin, agjerim të lehtë dhe të pranuar tek Zoti. Zoti u lehtësoft, Zoti u pranoft dhe e bëft atë të begat për juve, për familjen tuaj dhe për të gjithë muslimanët anë e mban Shqipërisë edhe botës. Lut Zotin do me thënë që të largoj këto luftra, sepse tani jemi edhe në gjendje pak të tensionuar dhe lut Zotin që në këtë muaj Ramazani do me thënë t'i largoj këto luftra dhe të lëshoj mbi tokë paqen kudo, do me thënë në gjithë botën. Për besimtarët musliman, Ramazani është një kujtesë se lumturia nuk gjendet në të mirat materiale, por në shpirtin e pasur me dëmshuri dhe mirënjohje. Edhe pse zgjat vetëm një muaj, vlerat dhe mësimet e tij duhet të zgjasin gjatë gjithë vitit.